Prej datës 2 shkurt në zyrën vendore arsimore Gjirokastër Libohov ka nisur procesi plotësimit të formularit A1. Maturantët e shkollës artistike Fehimi Ibrahimi shprehen se zgjedhjet e tyre janë përqendruar kryesisht në degët shoqërore, duke theksuar se kjo vlen për shkak të lehtësimit që ofrojnë këto degë. Kam bërë plotësimin e formularit A1 dhe kam zgjedhur lëndën qytetari psikologji. Kam 2 degë që i kam mendoj se kam të Shqipëri vazhdor, Akademinë e Rendit në Tiranë ose për infermieri këtu në Gjirokastër. Besoj se do jetë pak e vështirë si fillim, po megjithatë do përpiqem shumë pasi e kam këto 2 profesionet, besoj se më përshtaten më së shumti mua. Dhe kam goxha besim tek vetja që mund t'ja dal për të bërë këto 2 degë. Ishte gjë e re për ne, po me profesorët na kanë ndihmuar shumë profesorët të them të drejtën për plotësimin e formularit. Sapo mbaruam plotësimin e formularit dhe zgjodha degën qytetari psikologji, është pak e vështirë sepse unë jam për degën muzikë dhe është komplet ndryshe nga ajo që ne jemi. Po do t'ja dalim. Zgjedhja që bëra me shkollën që do të ndjek është diçka shumë ndryshe. Por e zgjodha që ishte diçka më e lehtë se ajo që jam. Gjatë këtij procesi, nxënësve u është ofruar asistencë nga mësuesit e shkollës për plotësimin e saktë të formularit dhe orientimin e tyre drejt zgjedhjeve të duhura. Si në çdo shkollë të mesme, edhe në shkollën tonë, nxënësit kanë të drejtë që të përzihen atë lëndë që ata e shohin më të arsyeshme për synimet e tyre të shkollës së lartë, po kryesorët janë lëndët e po them të specialiteteve, siç është historia e artit apo historia e muzikës, për nxënësit të cilët synojnë Universitetin e Arteve. Neve kemi asistuar për t'i ndihmuar, sigurisht, edhe për plotësimin e formularit. Po ashtu një ndërgjegjësim të tyre apo një këshillim se cila është më e mira për ata për vazhdimsinë e studimeve të larta. Në total janë rreth 320 maturantë në shkollat e Gjirokastrës dhe Libohovës, të cilët tashmë do të nisin përgatitjet për provimin e maturës shtetërore, bazuar në kalendarin e hartuar për zhvillimin e konsultimeve.